por mendimi im është që ajo vajzë mos ta dashuron vetëm burrin, por në ta shikon edhe familjen e tij, se ajo që ati ka me jetu, ajo traditë e familjes duhet kjo me pëlqi. E jo shembull mos me pranu dhe mund me fillu konflikti, me qenë se... A ka dashnia kushte? A mundën me thonë? Po. Ka. Duhet tjetë dhe për këtë arsye ma vonë kur lindin, por është edhe një problem. Ma vonë nëse prezentojt një problem në qatë marrëveshje nuk ka qenë, çka me bo? Po, nëse dikush nuk i mon premtimet a çka? Jo. Shembull kushti një femnës është unë nuk du me punu, du me nejtë në shtëpi e tjerë. Mirë po ma vonë shembull paraqitet nevoja me punu. Ose shembull burri i ka 7 apo 10 motra. Një motrë i vdes burri e duhet me arte vllavi i tij. E tash kjo s'ka qenë marrëveshje, çka me bë? Në qësi raste që është zgjidhet problemi? Po, unë jam i thjeshtë, nuk kam shumë njohuri, megjithatë respekt kush ka fjalor, apo ka njohuri për çat unë gjithmonë... Dhe më thanë kushtet munden me ndërru rrugës? Jo, rrugës. Kushtet mund me ndru në bes kohës.